Lavdrimet dhe falenderimet i takojnë Allahut, krijuesit të gjithësisë. Atë e falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë cilin e udhëzon Allahu i lartësuar në rrugë të drejtë, nuk ka kush e devion, dhe atë cilin e largon nga kjo rrugë, nuk ka kush e drejton. Dëshmojmë dhe deklarojmë se i vetmi i cili meriton të adhurohet me merit është Allahu, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Fjala më e mirë është fjala Allahut të lartësuar, udhëzimi më i drejtë është udhëzimi i Rasulit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija të shpikurat në fe, çdo shpikje është risi, çdo risi është humbje, dhe çdo humbje përfundimi i saj është zjarri i xhenemit. Të nderuar besimtar, pastrimi dhe përmirësimi i shpirtit dhe zemrës është shpresë që njerëzit e mençur e kanë kërkuar. Prandaj i Madhi Zot ka dërguar të dërguarit e tij dhe i ka zbritur librat e tij që t'i udhëzojë njerëzit drejt rrugës së pastrimit të shpirtrave dhe pastrimit të zemrave të tyre. Allahu thot tek sura Fatir ajeti numër 8, kush e pastron shpirtin, në të vërtetë ka bërë për të mirën e vet. Dhe kjo çështje o vëllezër e pastrimit të shpirtit dhe zemrës nuk arrihet përveç se kur njeriu e përmbush të drejtën e Zotit, e që është në nshtrimi dhe bindja në Allahun e lartësuar. Pra adhurimi i Allahut të vetëm. Dhe pikrisht për këtë edhe janë krijuar njerëzit. I Madhi Zot po na thot tek sura Dhariyat, unë nuk i kam krijuar gjindët dhe njerëzit për tjetër, posa që të më adhurojnë. Të nderuar besimtar, pastrimi i shpirtit lidhet ngushtë edhe me virtytin, me ihsanin. I dërguari Allahut më thot në hadithin e Imam Muslimit, ta adhurosh Allahun sikurse po e sheh, edhe pse ti nuk e sheh, por Zoti të sheh ty. Të nderuar besimtar, Kurani dhe Suneti shpjegojnë rrugën e drejtë të këtij pastrimi, pra të shpirtit dhe të zemrës, nga i cili i Madhi Zot e ka bërë të varur suksesin e njeriu në dynjë dhe në ahiret. Ndërsa zhgënjimi dhe humbja janë përmes arritjes së ndotjes së shpirtit dhe zemrës, duke bërë gjunoa dhe duke bërë mëkate. I Madhi Zot na thot tek sura Shams 9:10, thot pra ka shpëtuar ai i cili e pastron vetveten e ka dështuar ai i cili e poshtron vetveten. Ky libër i bekuar, të cilën Zoti e bëri shpirt që i ngjall zemrën dhe dritë që e largon njeriu nga errësira, pikrisht është ajo çfarë thot i Madhi Zot tek sura Shura 52. Po kështu me urdhrin tonë ne të shpallëm edhe ty shpirtin, pra Kur'anin, ne e bëm dritë me anë të së cilës udhëzojmë këtë duam nga robërit tanë dhe ti me të vërtetë udhëzon në rrugën e drejtë. Prandaj o vëllezër, themeli dhe baza e pastrimit në Islam dhe shtyllë dhe bosht i tij është njëshmëria, pra të adhurohet Allah i lartësuar i vetëm dhe mos t'i shoqërohet atij diçka në adhurim. Të nderuar besimtar, nga gjërat të cilat e pastrojnë shpirtin dhe e ripërtrinë vazhdimisht vjetërsinë e imanit, sepse imani konsumohet dhe vjetrohet, ashtu sikurse konsumohen dhe vjetrohen rrobat e personit. Dhe këtë na dëshmon hadithi pejgamberit alayhis salatu selam, që hoxha e Islamit Imam Albani e ka cilësuar prej haditheve të sakta, ku thotë i dërguari i Allahut, besimi vjetrohet, dobësohet brenda gjoksit të ndonjërit prej jush, ashtu sikurse vjetrohen rrobat, dhe pastaj thot prandaj kërkoni nga Allahu që t'ua ripërtri besimin në zemrat tuaja. Dhe pikrisht kjo është edhe arsyeja që shokët e pejgamberit alayhis salatu selam qëndronin me një tjetrin në përmezliset e dijes, duke i thënë një tjetrit, eja ta kujtojmë Allahun dhe ta shtojmë imanin tonë. Të nderuar besimtar, besimtari e din se besimi rritet me bindjen ndaj Allahut dhe në nështrim ndaj tij, ndërsa besimi zvoglohet me mosbindje, sikurse që besimtari punon tënkon për të arritur besimin e tij, dhe po ashtu edhe nesi dhe shpirti tënkon, pra e çon njeriu që ai vepron vepra të liga dhe që ta zbret imanin e tij. Dhe pikrisht për këtë ngritje dhe pastrim të shpirtit dhe të imanit, i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpeshherë lutej dhe thoshte: o Allah, jep ju shpirtrave tanë devotshmëri, pastroj ata, pasi askush nuk mund t'i pastroj më mirë se ti. Të nderuar besimtar,
nga gjërat që pastrojnë shpirtin dhe përmirësojnë zemrën është që robi gjithmonë dhe gjithherë duhet t'i kujtojë të mirat dhe mirësitë që Allah i lartësuar ja ka dhënë atij. Dhe se numrimi të mirave dhe mirësive të Allahut nuk mund të numërohen, se kjo është një pavësi e njerëzve. Mirë po, si thot i Madhi Zot tek sura Nahl, nëse do t'i numëroni mirësitë të Allahut, nuk do të mund të llogarisni ato. Allah është vërtet falës dhe mëshirëplot. Megjithatë, nëse ti nuk ke mundësi dhe është e pamundur mi numëru të mira dhe mirësitë të Allahut subhanahu wa taala, pra këto të mira që Allah t'i ka dhënë ty, duhet që ti të i shoqëron vepra në madhrim në Allahun subhanahu wa taala. Për atë dhe i dërguari Allahut na thot në hadithin kutsi që e gjejmë tek Imam Buhariu se Allahu subhanahu wa taala ka thonë: unë i kam shpall luftë atij që i shfaqja mirësinë ndaj një kutim. Dhe gjë më e dashur për mua, me të cilin robi më afrohet, janë gjërat që ja kam bë obligim. Pastaj vazhdon duke thonë: robi vazhdon të më afrohet me vepra vullnetare derisa ta du. E kur e du, bëm dëgjimi i tij me të cilin dëgjon, shikimi i tij me të cilin shikon, dora e tij me të cilin godet dhe këmba e tij me të cilin ecën. Nëse më kërkon diçka, do t'i jap patjetër, dhe nëse strehohet tek unë, do ta mbroj gjithsesi. Pra nëse ti, o robi i Zotit, është e pamundur mi numëru të mirat Allah që ti ka dhënë, falenderoje të madhin Allah me vepra të mira, me nënshtrim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Të nderuar besimtar, nga gjërat që e pastrojnë shpirtin dhe që janë bazë e veprës së zemrës, sepse zemra pra është gjymtyra, baza kryesore e imanit. Për atë edhe i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na thot: dijeni se në trupin tuaj ndodhet një copë mishi, që nëse është e shëndosh, i gjithë trupi do t'jetë i shëndosh. Por nëse është e prisht, i gjithë trupi do t'jetë i prisht, dhe ajo copë mishi është zemra. Pra njeriu duhet ta pastroj edhe zemrën e tij, sepse zemra është mbreti i gjymtyrëve, sikur se tha i dërguari Allahut në hadithin e Imam Buhariut. Të nderuar besimtar, ndërsa në mesin e zemrave, ku më e madhja prej tyre është niyeti, për të cilën kur njeriu ngritet me bën një vepër, patjetër duhet me pas niyeti. Dhe nëse niyeti është për Allah, dini se e vepër është e pranuar, dhe po ashtu edhe janë kushte të tjera. Prandaj edhe pejgamberi i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na thot hadithin e Imam Buhariut: veprat shpërblen sipas niyetit dhe secilit i takon ajo se për çfarë ai e ka pasur për qëllim. Andaj o vëllezër, ti friksohemi Allah të lartësuar dhe të kapemi pas Kuranit dhe të kapemi pas sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse vërtet Kurani dhe suneti janë pastrimi i shpirtrave tonë, janë pastrimi i zemrave tona, dhe mbi gjitha duhet ta ndjekim edhe gjurmën e të parëve tonë të mirë, pra shokëve të pejgamberit të Zotit, të shohim se si ata i kanë pastruar shpirtrat dhe zemrat e tyre me Kur'an dhe me sunet, sepse kanë qenë burra të ndershëm dhe burra të mëdhenj që i ka dashur Allah i lartësuar, ndërsa i Madhi Zot thot për ta te surja Zumer 18: këta janë ata që Allah i ka udhëzuar në rrugë të drejtë, këta janë njerëzit më të mençur. Të nderuar besimtar, pastrim tjetër i shpirtit dhe zemrës është kthimi njeriu tek Allahu me pendim. Pra, për të pastruar zemrën tënde, për të pastruar shpirtin tënd, robi duhet kthehet tek Allahu me pendim. Thot Ibn Kaimi rahimullah, thot ibadeti dhe pendimi janë nga format më të dashura dhe më të nderuara të adhurimit ndaj Allahut. I Madhi Zoti do ata që pendon dhe gëzohet me pendimin e tyre, ndërsa i dërguari Allahut na ka ilustruar në hadithin që është tek Imam Muslimi se si Allah gëzohet kur robi pendohet, dhe e ka pruat shembull të atij personi i cili e ka humbur devën e tij të mbushur me mall. Dhe kur i ka humbur gjitha shpresat e jetesës, Allah deshi dhe ja kthei atë deve të mbushur me mall, ndërsa u gëzu shumë ky robi i Zotit, ndërsa Allah gëzohet edhe më tepër se sa robi, pra kur e gjeti atë që kishte humbur, Allah gëzohet më shumë se sa ai pra gëzohet me pendimin që ai e bën. Po ashtu i dërguari Allahut na ka ilustruar edhe gëzimin e Allahut për atë gru e cila e kishte humbur e vladin e vet, dhe shëtiste në për rrugë për ta gjetur, dhe në momentin kur e gjet u gëzu shumë, dhe i Madhi Zot o vëllezër gëzohet edhe më tepër kur insani kthehet me pendim tek ai. Pra, pastrimi i shpirtit dhe pastrimi i zemrave është pendimi tek Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar besimtar,
Realiteti i pendimit është kthimi tek Zoti, duke u zotuar të bësh atë që Allahu don dhe ka urdhëruar dhe duke e braktisur atë që Allah e urren dhe të ka urdhëruar. I madhi Zot thot tek sura Nur 31, të gjithë ju besimtar, ktheni tek Allahu të penduar që të arrini shpëtimin. Pra, çdo person i penduar do të jetë i shpëtuar, por askush nuk do të shpëtojë përveç atij që i bën apo i kryen urdhrat që i ka urdhëruar Allahu dhe ndalohet prej ndalesave që i ka ndaluar Allahu. Ta kemi frikën e Allahut, kthehemi tek Allahu i lartësuar me pendim, duke kërkuar kënaqësinë e të Madhit Zot dhe duke ndjekur shembullin e pejgamberit të Zotit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sikur se thot në hadithin e Imam Muslimit: o ju njerëz, pendoni tek Allahu sepse unë vërtet pendohem tek Allahu 100 herë në ditë. Prandaj, jemi të sigurt të vëllezër, kur ne pendohemi me pendim sinqert tek i Madhi Zot, Allahu na i pastron shpirtrat tonë, Allahu na i pastron zemrat tonë dhe Allahu na i pranon pendimet tona. Mos të heqim dorë prej pendimit të Allahut, mos na mashtron shejtani duke na thonë se e ke bo kat, e ke bo atë, pra me ta largu prej kokës tënde, prej zemrës tënde, mëshirën e madhe të Allahut të lartësuar, ndërsa i Madhi Zot po na thot në Kur'an tek sura Zumer 5, thuaj, o robërit e mi që i keni bërë keq vetes me gjunohe, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Allahu me siguri i fal të gjitha gjunohet, vërteta është falësi i madh dhe mëshirëploti. Sallallahu alaihi wasallam.